Emisioni pari sezonit në cilin do të diskutojmë për marrëdhëniet e shtetit me median. Gjithashtu, pjesët të diskutim do të jenë dhe shumë çështje të tjera të rëndësishme, si raporti i pushtetit me operatorët mediatik, betejë e politikës për mediat, transparenca e institucioneve dhe ndërmarrjeve në lidhje me veprimtaritë e tyre përballë mediave dhe për çështje shumë të tjera të rëndësishme që do të jenë live. Për të diskutuar sa tham lartë kemi ftuar një panel shumë të veçantë, është kryetari i Bashkisë së Firit zoti Baftiar Zeqaj, është kryetari i Unionit Gazetarëve të Shqipërisë zoti Aleksandër Çipa, është Ornela Gaçe, moderatore e emisionit Televizion Skan dhe kolegu ynë Vladimir Muça, kryetari i Unionit Gazetarëve të Qarkut të Fierit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studion e Televizion Tavallon. Zoti kryetar, ju keni përvojë të gjatë në raport marrëdhënie e pushtet media. Në përgjithësi, ato janë ndërtuar në bazë të interesa apo dhe kohës. Si kanë funksionuar këto dhe cilat kanë qenë ato media që kanë qenë më transparente dhe më objektive në pasurimin e veprimtarive të tyre? Parasyshimi im ka qenë që të jemi të barabartë me gjitha media dhe nuk ka patur asnjë rast që ne të lajmërojmë një pjesë televizioneve dhe një pjesë jo, etj. etj. Çështja jonë ka qenë që të gjithë ta marrin lajmin në kohën e dur, në momentin e dur dhe të transmetohet si një komunikim i bashkisë me qytetarët. Shpresoj që për kaq vite kemi krijuar një eksperiencë shumë të mirë me mediat, me televizionet lokale sidomos, dhe kjo ka qenë interes të dy palëve, qoftë në interesin ton për të komunikuar çdo ditë me publikun, po kështu edhe mediat besoj se kanë marrë në kohën e dur lajmin për ta transmetuar. Unë besoj që kjo marrëdhënie ka ardhur vazhdimisht duke kurtësuar pozitivisht dhe nuk ka gjasa që këto marrëdhënie të mos jenë të mira edhe në të ardhmen. Po, zoti Çipa, ai bën pushteti pjesë të transparencës mediat? Po, natyrisht ju kërkoni një mendim për pushtetin në pavarësisht nga mandatet e rotacionit të fundit, sepse është herët për të gjykuar qeverisë si të rinj për mënyrën se si do të ndërtojnë marrëdhënien e tyre me mediat dhe me gazetarët në përgjithësi. Është herët për të vetmen arsye, sepse do duhet kohë që ata të ushtrojnë praktikën e përditshme dhe ne natyrisht të fitojmë mundësinë e pasjes një prove dhe një dëshmi reale të marrëdhënieve që se ndërton pushteti politik në nivelin qendror dhe përfaqësuesit e rinj politik në nivelet më të rëndësishme të vendimarrjes politike të vendit. Kështu që në këtë kontekst unë do doja që të mbeteshim tek ai që është problemi më i rëndësishëm dhe që një zëri u pranua edhe në konferencën e fundit të organizuar nga prezenca e OSBE-s në Vjenë, në Tiranë. Është një konferencë nga më të rëndësishme ndërkombëtare të zhvilluara me pjesëmarrje nga aktorë dhe protagonistë të jetës mediatike të gjithë hapësirës ballkanike dhe të Evropës juglindore, dhe që solli një panoramë reale të debateve dhe shqetësimeve problematike që kanë mediat në hapësirën rajonale ballkanike, por njëkohësisht edhe komunitetet e medias profesioniste në këtë hapësirë. Shqipëria është në valën, në trysninë e kësaj problematike e cila sot është vërtet delikate dhe pa ngurim